Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar qytetar, të dashur besimtar, një nga pasuritë më të mëdha që ka një kombë është rinia e tij. Një shoqëri që edukon rinin ndërton të ardhmen, ndërsa një shoqëri që humb rinin rrezikon të humbas edhe shpresën. Sot jetojmë në një kohë me zhvillime të mëdha teknologjike, me mundësi të shumta, por edhe me sfida të mëdha morale dhe sociale. Të rinjtë tanë përballen çdo ditë me presione, me pasiguri, me ndikime negative dhe shpesh me mungesë orientimi. Prandaj ne, si familje, si institucione dhe si komunitet fetar, kemi përgjegjësi të madhe. Nuk mjafton vetëm të kritikojmë rinin, duhet t'i dëgjojmë, t'i kuptojmë dhe t'i mbështesim ata. Të dashur qytetar, shumë të ri sot kanë nevojë për një fjalë të mirë, për një dorë mbështetëse dhe për një shembull pozitiv. Ata kanë nevojë të ndihen të vlefshëm dhe të dëgjuar. Feja islame i jep rëndësi të jashtëzakonshme rinisë. Profeti Muhammed a.s. paqja e Zotit qoftë mbi të, ndërtoi një shoqëri të fortë, duke edukuar të rinjtë me moral, dije dhe përgjegjësi. Ai i afronte, i motivonte dhe u jepte besim atyre. Edhe ne sot duhet të investojmë tek edukimi, tek kultura, tek familja dhe tek ruajtja e vlerave tona. Një i ri me besim, me moral dhe me dije është mburoj për familjen dhe forcë për kombin. Të nderuar qytetar, të dashur prindër, mos lejoni që komunikimi me fëmijët tuaj të zëvendësohet nga telefonat dhe rrjetet sociale. Kaloni kohë me ta, dëgjojeni, këshillojeni me dashuri dhe jo vetëm me zemrim. Familja është shkolla e parë e karakterit. Ndërsa ju të ri, mos e humbni besimin tek vetja dhe tek Zoti. Mos mendoni se vlera e njeriut matet me famë apo pasuri. Vlera e vërtet është karakteri, dija dhe respekti për të tjerët. Shoqëria jonë ka nevojë për të ri që ndërtojnë, jo që shkatrojnë. Ka nevojë për të rinj që sjellin ide, energji dhe mirësi. Ka nevojë për të rinj që respektojnë familjen, vendin dhe fenë e tyre. Të nderuar qytetar, le të punojmë së bashku për një shoqëri më humane, më të bashkuar dhe më të drejtë. Le të ndërtojmë ura mirëkuptimi mes brezave dhe jo mure përçarjeje. Në fund, lutim Allahun e Madhërisëm që të ruaj të rinjtë tanë nga çdo e keqe, t'u jap dituri, moral dhe sukses në jetë. Lutim Allahun që familjet tona të jenë të mbushura me dashuri, respekt dhe begati. Amin.